Ish i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë gjatë periudhës së luftës Christopher Hill ka dëshmuar për të dytën ditë radhazi në gjykatën speciale të Hagës në procesin gjyqësor kundër ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që datojnë nga vitet 1998-1999, kur ai ishte pjesë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Hill, një nga diplomatët amerikanë më me përvojë në rajonin e Ballkanit, ka qenë i përfshirë drejt për drejt në përpjekjen ndërkombëtare për t'i dhënë fund konfliktit në Kosovë dhe për të mbështetur procesin e paqes. Në dëshminë e tij, ai është përpjekur të japë një pasqyrë të situatës asaj kohe dhe rolit që kishte Thaçi në zhvillimet politike ushtarake të fundviteve 90. Në ditën e parë të seancës, Hill u mor në pyetje nga avokati i mbrojtës Luka Mishetic, i cili e pyeti për njohurinë e tij mbi strukturën e UÇK-s dhe për mënyrën se si komuniteti ndërkombëtar e perceptonte Thaçin gjatë dhe pas luftës. Nuk kam arsye të besoj dhe as nuk kam dëgjuar në atë kohë që ai të ketë urdhëruar aktivitete të palishme, ka deklaruar Hill. Sipas tij, informacioni që ka patur Thaçi madje është mbajtur për të njëjtën periudhë të caktuar nën hetim për këtë çështje, kur ai është kërkuar të dëshmonte, ka ndjerë detyrimin moral të thoshte atë që dinte në lidhje me rrethanat e asaj kohe. Dëshmia e Hillit është vlerësuar si më e rëndësishmja për mbrojtjen, pasi ai ka qenë një nga zyrtarët më të afërt me zhvillimet diplomatike të asaj periudhe dhe një njohës i mirë i marrëdhënieve mes UÇK-s dhe faktorit ndërkombëtar. Procesi ndaj Thaçit dhe 3 ish bashkëluftëtarëve të tij pritet të zgjas për muaj të tërë, ndërsa trupi gjykues po dëgjon dëshmitë e një sërish zyrtarësh, diplomatësh dhe dëshmitarësh të mbrojtur me qëllim ndryshimin e ngjarjeve që çuan në akuzat aktuale.